Zotëri Ergju. Mendoj që ekziston një gjenerat e re shoqërore, Jo, zë që thotë doktori apo ja. e cila Gjenerata zë. nuk e kupton demonstratën e Partisë Demokratike. Dhe e vërteta në fjallor dhe në rrëfim të Partisë Demokratike nuk korrespondon ose nuk ka prekje me gjeneratën sociale të re. Dhe duhet gjetë një model tjetër, jo berishian të protestës. Për arsye se Molotovi më nuk është arsye. Tiranësit nuk votojnë kur ose nuk i bashkangjitet në protestës me Molotov, asnjëherë. Nëse ju kujtohet 21 janari, edhe pse kanë qenë 4 të vdekur, Tirana ka votu kundër Edi Ramës. Ose ka votu, e ka barabart votimin mes Lulbashës dhe Edi Ramës. Nuk e dojnë protestën, për arsye se e kanë punën, biznesin. Vendet tjera edhe bëjnë edhe më tash. Jo, tash po vendet tjera e bëjnë, por e bëjnë ndryshe. E gjejnë një vend caktuar kur s'ja u pengon jetën. E gjejnë një vend caktuar kur e tregojmë protestën. Si e bëjnë Beograd? Apo në Athinë. Apo në Athinë. Po flasim opozita. Po e gjejnë vendin? Jo. Po flasim për një model, siç bëhet në Athinë, i cili është sindikalist. Nuk është partjak. Po, nuk është një model këtë tjetër, i paknacive që lind dhe buron nga populli. Te na nuk po buron ende nga populli. Kjo është problemi. Dhe këtu duhet me gjetë gjenezën. A është mosbesimi të Berisha, që njerëzit nuk dalin, të një forcë të re politike e cila nuk po e lënë që të dalin të dy partitë mëdha, apo është një kod të cilin Partia Demokratike nuk po gjen të klasa e re politike. Kodi, unë menoj që kodi. Cila është protesta duhet me qenë që thuhet happening, një lloj kënaqësie, nuk guxon me qenë e tillë që me i vu njerëzit në rrezik, ose fëmijët në rrezik. Çdo prind, kur ka Molotove, ka një frikë për fëmijën e vet. Dhe nuk e don pa kënaqësinë deri në atë pikë kur i rrezikohet jeta, për arsye se Shqipëria nuk është vend në atë krizë politike ku do t'i rrezikohet jeta dikujt për mund rrugë pushteti. Dhe kjo është kodi që i mungon. Unë nuk mendoj që kjo mënyrë është e ngjashme. Për ndërkombëtarët po. Ai do të rezonojë me atë pjesë ndërkombëtare që do të harxojnë Ramën. Tash po mentore e thanë një gjë që është shumë e rëndësishme. Ndërkombëtarët e dojnë një model të protestës që me të vërtetën që ata e dinë. Por nëse ajo vërtet e tyre që shprehet, për shembull që në Shqipëri ka korrupsion, ka 4 mandate, ka afera dhe Spaku është ai i cili po vepron mbi një moral të drejtësisë, edhe që po shkon përtej saj duke ndërhyrë edhe në politikë. Me të gjitha këto që po bën Spaku, nuk po e gjen kodin Partia Demokratike, unë mendoj që është një problem serioz te Partia Demokratike. Nuk është njerëzit edhe të baza sociale në botën shqiptare. Tash që është aty, të bëjmë dakord. Ndryshe do kishte ndodhur ndryshe krejt. S'ka, nuk ka sot me Greqinë, me Francën, se nuk kemi organizime qytetare. Qertë. Ne kemi vetëm organizime. Jo, desha ti thosha, jo të... Saktë është kjo, saktë është. 2000 studentë të shërzuan qeverinë. Tani ky kilometri i fundit, si e kupton kilometrin e fundit, si e kupton se cili nga jeta ne, ka thënë doktori. Një kilometri i fundit. Jo, sa metra është kilometri i fundit? Është Galia Maksimiki, edhe fytyra jote, hylli, po tregon se jetë cinik. Jo, po unë tani po pyes tani kjo. Kur na ke pyet, përgjigjja është që sa është kilometri? Për sa kohë duhet me bë këtë kilometrin. Sa metra është njerëz sa kohë duhet ta bësh. Po kjo e veçanta kësaj radhe se protestat Partia Demokratike historikisht i ka bërë o ditë premte o ditë shtune. Sot është për herë të parë që bëhet ditë martë protesta. Kilometër, se mos është kilometër edhe për rënimare, për rënje poshtë. Mos është kilometër për umner. Zakonisht nuk bëjnë protesta. Në debatikut. Unë mendoja që do bënin protestë, pra nga e fundit që bënë janar, do bënin 20 shkurt, si ditë që gjithmonë kanë protestuar. Ndoshta mundoj edhe një tjetër. Tjetër e radhës 20 shkurti. 20 shkurt tjetër thua ti? Po patjetër, s'mund ta lënë 20 shkurtin pa protestë. Keshetor, 20 shkurtin pa protestë. Se s'mund të vinë
Ka i dendur njerëzia, të mu në baton. Po janë zemëruar Pra, vinë. se a do rrisin ritmin parë, se Po po janë thonë do... Zemëruar vinë. Po, është një Po u përpjekje, zemëruan vinë, të ati. është një përpjekje që synon edhe të sintonizohet me ecurinë e hetimit të Spakut, ë? Pra, që qarkullon kjo narrative që Spaku është shumë afër, mund të rrëzoj këtë, mund të rrëzoj atë. Pra, ky është kuptimi edhe kilometrit fundit. Pra, ndjeshmëria ndërkombëtare. Ndjeshmëria ndërkombëtare, hetimet e Spakut Spaku nuk ka kapur vetëm këto. është Ama koncepti. mentor rrëfimi, për shembull, Po, mirë, me Ramaduro, që do burgoset, dhe kjo Ramaduro pritjet janë të mëdhaja, edhe ty të ndodhe kundër të asaj, u problem pastaj. Ato çelojnë në organizimit, por Ndoshta edhe popullata jone dokshore. Këtë gjuhën e doktorit e pëlqen. kush Pjesë e mirë e popullatës, ndoshta. Për ta të zbavitur, po. shikojmë reagimet. Problemi është që Se disa një popullatë jo e vogël, edhe duan këtë gjuhën që flet doktori më. Se mos ju duket çudi, se edhe doktori bash gjallë dhe dita bëjtë e tjetër nore. ta ndezë spiritin e protestës, duhet të kesh gjëra të reja patjetër. Të reja. Neve kemi dhimbjen e madhe dhe problemin e madh të 35 vjeçar të monopolizimit të protestave nga partitë. Këtë se ka as i vend, as i Ballkanit. Ka. As në Ballkan s'ka një që ka monopolizuar. Për energjinë elektrike në Prishtinë dolen mira njerëz. Nuk e organizoi asnjë parti politike, bëli partitë politike ishin periferi. Dhe në sa herë bëti protestë organizuar nga i partinë në Shqipëri. Këto protestat civile janë shumë të rralla, shumë bukura dhe ne i mbajmë mend gjitha dhe gjitha kanë pasur efekt. Ndoshta s'kan pasur rezultatin e plot, por efekt kanë pasur efekte të Atë rëndësishme. prandaj Florian Binaj është kandidat Po, serioz. kandidat serioz. Proteste e studentëve pati hoqi 8 ministra nga qeveria dhe 8 ministra i Shqipërisë së Njëri. Protesta e armëve kimike, na ktheu armët kimike, nuk pranuam ata ofertën amerikane. Pra, këto kanë pasur efekt. Ndërsa protestat politike janë protestat të zakonshme të një monopoli të caktuar, që një parti të treq njerëz dhe t'i bëj ata vërtet besojnë duhet të bëj shumë punë. Edhe mbrapa është politika, edhe në Serbi, edhe në Greqi, ende, po ata nuk dalin. Rinë mbrapa. Nuk kanë organizatorë domosdoshmërisht, jo. Mbështetës mund të jenë, por organizatorë domosdoshmërisht. Doktori, pse nuk dërin mbrapa? Thoni ju, apo sri do të pa dalë për para. E kjo Po se mos u organizuan pra, për para... monopoli, Të rinë dhe mbrapa, doktori gjithë nga gjithë monopoli, ta, protestës. edhe sigursishte. Dhe po të gjendojë partitë nga monopoli protestës, ndoshta protestat mund të bëhen shumë më të mira, shumë më genuine dhe me shumë rezultat. ylli veç një fjali të fundit që desha. Jo, të fundit fare se kemi dhe ka ndodhur një gjë shumë e të mërshme. E të mërshme që ndoshta ishtë dasht me qenë edhe tema e parë sot. Po sepse nuk, po s'kishte ndodhur. Ishte Ne kemi nisur kur s'kishte ndodhur. ajo që desha me thënë, cili është projekti Berishist momentalisht, ose i Sali Berishës. Sali Berisha disi nuk po e din që nuk mund të merë pushtetin, por dëshiron të merë Edi Ramën me vete. Dhe kur e ke këtë qëllim, që nuk e dën pushtetin, Vetëm ka që të marrë dhe Edi Ramën me vete, thoti, ka që? ka që dënaj.